Sa demi të shku në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Ademi Ashari, edhe kam javë tregu një shërbim Kessenfly që nuk e di, nështë disa për juve nuk e dini, po keni me pa tash e tuti se çish funksionon që mos me pagu heq për parking edhe me kry punë shumë shpejt. Kështu që shkojmë edhe shohim bashkë. Që kjo është parkingu kryesor, po na po vazhdojna drejt për Kessenfly, do më thonë nuk kthehenin të majt, po vazhdojni drejt edhe e shihni se çish funksionon. Që është hymja për Kessenfly të P2, edhe se që përshirni nuk ka as kolona se kryet punë shumë shpejt. Qash është ora 9:56, do me thonë i kam 10 minuta kohë që më jemi shfrytzu pa pagesë, me shku, me kry punë në aeroport, me marrë dikën, ose me lanë dikën, edhe me vazhdu tutje pa pagu heq edhe pa u bloku në për kolona ose në për njerëz. Është një mundësi tepër e mirë që ofron aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, kështu që direkt jemi para terminalit. Siç përsheni me Kessenfly, ju veni shumë shpejt para aeroportit nëse keni me marrë dikën ose me lanë dikën. Në këtë rast unë kam edhe një 7 minuta që më jemi shfrytzu derisa të vjen ai kosh. Edhe vazhdoni tutje pastaj drejt. Unë jam rrena kohës 10 minutëshe, kështu që pe bëj daljen. Edhe rampa u qel, kështu që s'keni nevojë me pagu heq, thjesht i përmbajeni rregullave edhe i këshoni minutat, edhe vazhdoni tutje. Që kjo është pjesa e daljes nga Kessenfly, ku siç po shihet, po preferohet kogja shumë nga qytetarët edhe po shfrytëzohet, sidomos tarifa prej 10 minutash e cila është pa pagesë, por në rast se kaloni 10 minutat, atëherë këto janë tarifat për minutat shtesë, të cilat mundeni mi pagu këtu brenda edhe nuk keni nevojë heq me shku te pjesa e pikës kryesore ku është parkingu komercial. Tregom që kjo mundësia Kessenfly me shfrytzu 10 minuta, qysh po doket edhe mendon që po shfrytëzohet? Me duket shumë mirë. Edhe që kemi s'ka asnjëherë as tjetër. Hiç, po më duket unë jam e vetmja që e shfrytëzon këto, edhe do taksista, edhe do orientamo dikush tjetër. Jo, ama shumë mirë, mos ta di njerëz. Që pastaj njerëz tani ndoshta nuk e din. Çaja është, po na tash i tregojnë njerëz, ha. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, kaleni bukur. Faleminderit, mirupafshim. Mrena 10 minuta këtu nuk pagun kur gjë. Shërbimi është shumë i lehtë, e merr tiketën, vjen e dërzon tiketën dhe vazhdo rrugën, i lën pasagerët dhe ik. Shumë rregull jetë.